14 prill. Lutu për famën e tij. Ju pra, lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt. Mateo 6:9. Shkrimi na thot me 10 herë se Perëndia i bën gjërat për hir të emrit të tij. Më prin në përshtigjet e drejtësisë për hir të emrit të tij. Psalmi 23:3. Për hir të emrit tënd, o Zot, fale pa udhësinë time, sepse ajo është e madhe. Psalmi 25:11. Megjithatë, Zoti i shpëtoi për hir të emrit të tij. Psalmi 106:8. Për hir të emrit tim, do ta shtyj për më vonë zemërimin tim. Isaia 48:9. Mëkatet ju janë falur për shkak të emrit të tij. E pare Gjonit 2:12. Nëse pyet se çfarë motivon me të vërtet zemrën e Perëndisë në të gjitha këto deklarata, si dhe në shumë të tjera si ato, përgjigja është se Perëndia kënaqet kur emri i tij bëhet i njohur dhe nderohet. Lutja e parë dhe më e rëndësishme që mund të bëhet është: u shenjtëroft emri yt. Dikur mendoja se kjo ishte një lloj lëvdate, si në rastin e Haleluja, emri i Zotit është shenjtëruar. Ama ajo nuk është një lëvdat, por një kërkesë. Në fakt është në formën urdhërore, është një lloj urdhërimi. Zot, bëj që të jetë kështu. Shkaktoje. Emri yt u shenjtëroft. Kjo është kërkesa ime, lutja ime. Të nxis që ta bësh. Bëj që njerëzit ta shenjtërojnë emrin tënd. Bëj që unë ta shenjtëroj emrin tënd. Perëndisi pëlqen që gjithnjë e më shumë njerëzit ta shenjtërojnë emrin e tij. Kjo është arsyeja pse biri i tij mëson të krishterët të luten për këtë. Në fakt, Jezusi e bën këtë lutjen e parë dhe më të rëndësishmen, sepse ky është pasioni i parë dhe më i madh i Atit. O Zot, bëj që gjithnjë e më shumë njerëz ta shenjtërojnë emrin tënd. Do me thënë, ta vlerësojnë, ta admirojnë, ta respektojnë, ta çmojnë, ta nderojnë, t'i truhen dhe ta lëvdojnë emrin tënd. Sa më shumë njerëz që të jetë mundur. Mund ta dallosh pra që në thelb, kjo është një lutje misionare.